شهر كريم قد أطل صباحه إن الجهاد مجاميع الإيمان شهر كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Falënderimi të kanë Allahu subhanahu wa taala. Mëshira Allah që mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Pasi që autori ka përmend domosdoshmërinë për saksinë e Islamit, pasimin e fjalës së Allah subhanahu wa taala të ardhur në Kur'an dhe sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, më njëherë pas saj e ka përmend ajetet të cilat urdhërojnë për unitet të muslimanëve të bashkuar kushtimisht rreth sunetit e patjetërsisht rreth sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në vazhdim përmend hadithet të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar që muslimanët të jenë në një vit të vetme, dhe ajo është vija e pasimit të sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse të gjitha argumentet që kanë ardhur në Kur'an dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për unitetin e ummetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kanë ardhur që të gjithë të kthehen te libri i Allahut dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jo sipas interesave, jo sipas asaj që mirën vesh. Nuk uniteti i ummetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk është më marr vesh në ato të cilat grupet i kanë ndërtu, por më kthyehet të gjithë te suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se bashkimi i ummetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk bëhet në bazë të arriturave të disa grupeve, me që grupet janë përqa në 73 grupe, secili që përqan vetën e vetë e ka ndërtuar menhexhin, e ka ndërtuar rrugën e vet, edhe i ka interesat e veta. Pastaj me kalimin e kohës thonë po bashkohemi. Qysh bashkohemi? Po marrmi vesh. Nuk ekziston kësi bashkimin sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk është bashkim, po mirë mi vesh në atë që e kemi ndërtuar. Gabim. Por kthim të gjithë më kthye te libri i Allahut dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të gjithë më kthye te libri i Allahut dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është kuptimi i fjalës së Allahut subhanahu wa taala, wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ka puni për litarin e Allahut subhanahu wa taala. Nuk ka thonë Allahu mbledhni litarët e juve ju, edhe pastaj bashkoni, se kjo gabim. Por ktheuni të gjithë, secilin ta lëshon litarin e vet të ndërtuar gabim, dhe kthehet te suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj kthimi te suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, përmendëm se shumica e grupeve ose të gjitha grupet të cilat e kanë përqohur ummetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thirrën se janë pasues të sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kurse vërteta është që vetëm një grup ka qenë pasues i sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. S'kan mund të kanë dy. Dhe këtë e shpjegon hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haq. Vazhdon grup prej ummetit tim vazhdimisht ka me qenë hak. Ata tjerë asë një sikon hak vazhdimisht, ata sikon kur, prej fillimit. Kur jenë larguar prej rrugës metodologjisë shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ata mas kanë qenë në të vërtetën. Për shkak se hadithi tjetër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kulluhum fin nar. Ata nëse përfundojnë çashtu, kulluhum fin nar, kretë kanë më shkuar në zjarrin e xhenemit. Përveç nuk kanë më shkuar në zjarrin e xhenemit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ata të cilët kanë qëndruar në atë që jam unë sot dhe shokët e mi. Tash çështja është kështu.
të gjitha grupacionet kanë qenë të devijuara, përveç një. Ajo që s'ka qenë e devijuar, ajo nuk bashkohet me kërkon. Se ajo s'ka drejt, pas nuk mundet më bashku, se ajo ka mojt rrugën e drejt. Të gjithë duhet më bashku rreth grupës të cila e ka mojt fejen sikur që ka qenë feja në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj me ditë cili e ka mojt fejen është shumë thjesht. Cili i ka parimet të njëjta me atë që i kanë pas shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çka është pyetja? Kushdo që në rrugën e tij nuk ka pranuar kurrë diçka tjetër përveç asaj në të cilën kanë qenë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kjo është grupi i së vërtetës. Kushdo që gjatë rrugës nuk ka mujt me përballue, edhe dikon për shkak maslahatit, dikon për shkak se grupi i shpëtuar nuk mund me arrit synimet e veta, derisa të vinë vendimi i Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo është e njohur në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kushdo që u mundu me arrit një lloj fitore, duke ja anashkalu atën të cilën kanë qenë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata kanë prish rrugën këtë drejtim. Dhe shikoj situata. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çuçi kanë rregulluar çështjen në Medinë? Ajo kanë imu dikush? S'kanë imu kërkosh. Njerëzit të cilët vazhdojnë me ngrit fjalën e Allahut subhanahu wa taala deri në ditën e Kiametit, çuçi kanë rregulluar çështjen e muslimanëve? A kanë rregulluar vet? A kanë rregulluar të imu dikush? Gjithmonë jam të thonë të imu dikush i cili nuk e beson Allahun, nuk e beson pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nuk jem të thonë që i kanë ndihmuar dikush tjetër për muslimanëve, se ata është njohur e çështje. Tash ti me vendos fjalën e pejgamberit, fjalën e Allahut subhanahu wa taala, të ndihmuar dikush që nuk është besimtar, ku është argumenti këtu? Kërkon, se ekziston ky argument. Atëras nuk shojnë sytë se kjo është grupi devijum. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një prej betejave në të cilat të gjithë transmetuesit e hadithit thonë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas shumë nevojë për fuqi, se s'ka pas. Ka pas shumë nevojë për njerëz, ka pas shumë nevojë për përkraje, se ka pas përkraje pak. Kurse ona mushrikëve ka qenë shumë e fortë. Gjatë rrugës është taku me një prej luftëtarëve që transmetuesi i hadithit thotë për neve ai ka qenë mushrik. Të transmetuesi i hadithit për neve ky luftëtar ka qenë i nivelit të Hamzës radhiyallahu anhu, i nivelit të Umar ibn al-Khattabit dhe i nivelit të Khalid ibn Walidit. Nuk u kon hajgare. Dhe ky ka pas një propozim për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. O i dërguari i Allahut, po vije, unë po të bashkangjit në ty. Edhe po të ndihmoj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, a pranon Islamin? Ja. Të gjithë sahabët kanë thonë, kemi pas dëshirë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këta me marë se na ka dashur shumë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ik se s'kam nevojë për ndihmën tonë. A kuptoni? Tana masanena u kon nevoja, po nevojën ta përcakton ty pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam rregullimin që ka bën në Medinë, ai ka ndihmuar dikush prej mushrikëve? Kërkush? Për shkak se çdo kush që të ndihmon, ai e lyp hisën e vet. Sa fisabilillah s'ka ndihmu. Sa nuk e njeh ndihmësën në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Me që nuk e njeh ndihmësën në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, shumë naiv do të më konë me kujtu që ai ndihmon tyje për me ngriti fjalën e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo në aspektin praktik të rregullimit të çështjeve të muslimanëve. Në aspektin e ibadetive gjithashtu, grupi i cili kanë qëndruar në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata në ibadetet e tyre nuk kanë kurrë që nuk ka qenë në kohën e sahabëve. Dhe përmenëm në dersën e kaluam fjala e Allahut subhanahu wa taala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam ad-dina. Unë kam plotsu fen, edhe ma në fe nuk mundet më shti as kërkush kur gjej. Tash kush shtim për veti, ai veç e devion rrugën, ama te grupi i shpëtuar
shikojnë çështjet e ibadeteve. Në çështjet e ibadeteve, a kanë këta ndonjë ibadet i cili nuk u praktiku në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? S'kan. Se ata nuk pranojnë me morë diçka që s'ka qenë kohën e sahabëve. Dhe cilësia e tretë, do thonë cilësia e parë është rregullimi i përgjithshëm të çështjeve të muslimanëve. Grupi i shpëtuar e bën vetë, se bën me kërkon. Pse? Pse çashtu ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çashtu kanë bërë sahabët. Nuk ekziston dikun as te pejgamberi sam, as te Umar ibn Khattabi, as te Abu Bakri, as te Uthmani, as te Aliu, as te kërkush që e kanë rregulluar çështjen tu i nimu dikush pe mushrikëve. Nuk ekziston. Atëra ajetin rrugën e tyre, as janë rrugën e tyre në çështjet e rregullimit të çështjeve të muslimanëve, nëse ti je bashkë me dikon që nuk janë besimtar, nuk je. Nëse nuk je më kërkon, atëra je. Dhe pastaj çështja e kthehet te çështjet e besimit që kemi thënë në argumentet që i ka sjell pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe Allahu subhanahu wa taala në Kur'an. Islami nuk pranon kur gjë, Islami veç vet. Ja është vet, ja s'ekziston. Ja ose duhet më kon çështja e pastër veç çish ka thënë Allahu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ose s'ekziston. Për shkak se nëse është e përzime, Allahu subhanahu wa taala ka treguar se çfarë është e përzime, te Allahu nuk mrin. Çka është për Allahun, kur është çështja e përzime, pak për Allahun, pak për ata, Allahu çato që për veti, ja fshet aty si ja merr. Se Allah subhanahu wa taala është i pavarur, nuk e përzin çështjen. Edhe Islami është ligj, rregulla, që to janë ndalesa, që to janë urdhënesa, nuk mundet me pranue edhe disa ndalesa, urdhënesa të tjera. Sa i përket çështjeve të ibadeteve, Ehlusuneti ose pasuesit grupi i shpëtuar në ibadetet e tyre, në adhurimet e tyre, në të gjitha shkojnë strikt vijese sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe vijese sahabëve. Kurse sa i përket çështjes së argumentimit, kjo është çështja e tretë, nëpërmjet së cilës njihet cili është grupi i shpëtuar. Sa i përket çështjes së argumentimit, grupi i shpëtuar argumenton në fjalën e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është forma e njohjes së grupit të shpëtuar, rreth së cilit duhet më bashkuar të gjithë muslimanët. Grupi i shpëtuar, rreth së cilit duhet të bashkohen të gjithë muslimanët, i kanë 3 elemente kryesore. E para, çështjen e fesë ata e bojnë vetë. E dyta, ibadetet të gjitha në përputhje me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe praktikën e sahabëve. Dhe çështja e tretë, sa herë që argumentojnë, ka thonë Allah, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj te hadithi argumentojnë me hadithe të sakta, duke u kujdes për zinxhirin e hadithit, njerëzit të cilët e kanë transmetuar hadithin, shkollën e hadithit, pastaj çështje tjera që i eliminojnë hadithet e tëmta, i eliminojnë hadithet e shpifuna, i eliminojnë të gjitha hadithet e cilat nuk e arrin shkollën e argumentimit me to. Tash kushdo që largohet prej këtyre njerëzve, duke i ditë këto cilësitë e tyre, duke ditë ashiqare që këto janë cilësitë e tyre, për ta thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam men taraka at-ta'a wa faraqa al-jama'a thumma mat faqad mata maytatan jahiliyya. Kush e lën ndëgjueshmërinë ndaj atyre të cilët e kanë udhëheq këtë çështje në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wa faraqa al-jama'a, edhe lëshon xhamatin, thumma mat, pastaj vdes, faqad mata maytatan jahiliyya, ai ka vdekë në vdekje të ignorancës. Vdekja e ignorancës pastaj është i ka dy mundësi. Vdekja e ignorancës ka mundësi me kon kufër, edhe vdekja e ignorancës ka mundësi me pas elemente të cilat janë gjëna i rënë. Varet pe largimit sa u largu ky pe xhamatit. Nëse u largue me elemente të cilat e kanë nxjerr pe fesë, vdekja e tij në ignorancë llogaritet vdekja e tij në kufër. Nëse u largue në elemente të cilat nuk e kanë nxjerr pe fesë, por e kanë dëmtuar vetëm, e kanë larguar pe argumentimit të saktë, por ka met mrena fesë, vdes me cilësi të ignorancës, por që nuk e ka mri shkallën e kufrit. Të gjithë këta
e kanë pas detyrë me përcjell sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë tarkul sunna al-khuruju min al-jamaa. Kushdo që del pe xhamatit veç sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kalon më nëre. Kushdo që largohet pe xhamatit të muslimanëve, çeto që e kanë marrë vijën e drejtë deri në fund të tyre, ai çështja e parë që ka bë ka dalë pe sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por shkak se nëse e shifni historinë, kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a ka pas në ikon dy xhamate? Me siguri s'ka pas. Në kohën e Umar ibn al-Khattab, Abu Bekrit radhiyallahu anhu, a ka pas dy xhamate? Me siguri s'ka pas. Kur kanë bë dy xhamate e trije të tjera? Prej kohës kur janë inkuadru munafikt në kohën e Uthman ibn Affanit. Pastaj e kanë vazhduar në kohën e Ali ibn Abi Talib dhe e kanë vazhduar deri në ditët e sotshme. Tash krejt çështja është, kushdo që nuk e ka marrë vijën e Uthman ibn Affanit, Ali ibn Abi Talib, Umar ibn al-Khattabit, Abu Bekrit radhiyallahu anhu, e këta të gjithë e kanë marrë vijën e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, këto e kanë bërë shkputje. Ai kanë gjitë pastaj disa musliman duke ra pre e mos analizës se çka janë të bë, që është shumë interesant. Në shpesh habit me njerëz që ka mundsi mos me ditë ku është rruga e vërtetë. Ka mundsi mos me ditë. Kushdo që e din, ne ta falenderon Allahun subhanahu wa taala. Ama ata që s'e din, nuk është shumë çudim se s'e din, se të kanë Uthman ibn Affani gjallë, munafik kanë arrit me i bin njerëzit se Uthman ibn Affani është i keq. Të kanë sahabët gjallë. Sahabët kërkosh shpirtinve nuk u kanë kundër Uthman ibn Affanit. As kundër Ali ibn Abi Talib si person që është i keq. Edhe mos marrveshjet që kanë pas me Aliun radhiyallahu anhu, s'kan qenë se Aliu është i mirë. Sahabët. Por për një veprim që ata kanë menuar që do të më bë, e s'me bën Aliu dhe në fund e kanë kuptuar që për një ashtu që ka vepruar Aliu që ashtu kona sakta. Por me thonë, Uthman ibn Affani është njeri i keq, me i bin njerëzit, por shumë interesant. Të konë Uthmani radhiyallahu anhu gjallë, edhe të konë sahabët gjallë. Forca e argumentimit të munafikëve është çaq e madhe, saqë nëse nuk nalesh me analizu, me menu mirë çështjen e teksteve, edhe me lut Allah subhanahu wa taala me ta bë të qartë çka është e vërteta, ata të çojnë më një pikë saqë kemi menuar që Uthman ibn Affani është njeri i keq. Prej akuzave që i ka pas Uthman ibn Affani, kush e ka qitë ato akuza? Njerëzit që kanë jetuar aty. Prej akuzave që i ka pas Uthman ibn Affani ka qenë se është zinaqar. Akuza e dytë ka qenë që i han parët e muslimanëve. Akuza e tretë që kanë thonë Uthman ibn Affanit ka qenë po i shtin në punë familjarët e vet. Edhe ja kanë ol ujin. Si kanë qume pi ujë. Kur e kanë rrethuar munafiqët Uthman ibn Affanin, ja kanë ndërprej ujin. Për të gjitha këto katër çështje, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë hadithe të sakta. Sa i përket çështjes së moralit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë pe Uthman ibn Affanit turpruhen me laiket. Sa thonë kjo zinaqar. Në transmetimet të sakta qëndron se Uthman ibn Affani kur u pastrua, kur nuk i ka hek teshat, pe marrës, pe melekve. U pastrua me tesha vesh. Me teshën e fundit vesh, pjesa e cila e mblon avretin. Që ka që u koni turpshëm. Dhe hadithet të tjera të shumta, që Uthman ibn Affani ka qenë i turpshëm pe vetës vet. E që thonë këta, ja, se dini ju. Çështja e dytë, çështja e pehan pasurinë e muslimanëve. Khalifi muslimanëve e ka pas me i paguajë njerëzit.
Se njerëzit që i angazhon do të dhe me kujdes për familjet e tyre, se shkon çështja. Edhe ka thonë pe han parët e muslimanëve. A Uthman ibn Affani, duke qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjallë, krejt pasuninë e vet e ka dhënë jo një herë, disa herë për me i përgatit musliman. Qysh është e mundshme në njëri që kur kon vet personale ka pas pasuninë privat. Pejgamberi sa më kon përgjegjës, ky s'kon përgjegjës. Vullnetarisht e ka ofruar krejt me ndihmue përgatitjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kur bëhet vet përgjegjësi i merr haparet për veti. Dhe pas vdekjes së Uthman ibn Affanit, pasi që kanë mbyt Uthman ibn Affanin, në regjistrat e pagesave që u ka bë punëtorëve, e kanë gjetë se të gjitha pagesat i ka bë pe parave të veta për punëtorët e shtetit islam. Si ka pagu me parët të kasës muslimanëve, Bejtul Mal që i thënë në shariat. Po punon njësit e shtetit islam i ka pagu me parët veta. Edhe këta i thënë kë i ka vjedh parët dhe në qua kanë rrethu Medinën 40.000 munafik, se Uthmani po bën sherr. Pe merr parët edhe vendos njerëzit e vet. Pe vendos njerëzit e vet e kanë akuzuar Uthman ibn Affanin se në krye të vendeve, krajinave i ka quajtur njerëzit e vet. Po i ka quajtur njerëzit e vet, sa njerëzit e vet i njeh edhe i beson se me të ty pa të quajtur hiç gjithë këtë munafiki e ki bën. Po me të quajtur aty me të lon. Ç'a bën ti? Edhe transmetuesi i ngjarjes tregon shumë interesant ngjarja e një bunari në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam u kon një vështirësi për ujë, thatësi e madhe dhe në Medinë veç një bunar ka pas ujë. Ai bunari ka qenë pronë një jahudie. Tana këta rrugosh të ndët me shku me jamur qafirit ashtu, se ka mor pejgamberi sa jahudies bunarin me zër. Për këtu. Ka shku ka pyet, apo na e bunori me shfrytzu, ka thënë ja. S'ka dash me thonë, i ka bë ujin me pagesë, çështja e vështirë. Ka shku Uthman ibn Affani e ka ble çat bunor, edhe ka ble shumë shtrenjtë. Vlera e qitashme është më shumë miliona që e ka paguar çat bunor. E ka paguar edhe e ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që ky bunor është i muslimanëve. Kur u bë fitnja, këto munafikë që kanë lënë Uthman ibn Affanin me pi ujë gjithë bunor. Po thonë që bunor e bleta për muslimanë. Edhe ka kushtuar me miliona se çështja ka qenë e vështirë, koha ka qenë e vështirë për ujë, rreziku shumë i madh. Kur vjen situata, çaq i bindin njerëzit, jo s'bën me pi Uthmani ujë këto. Ku me ditë çka ka pas këtë mend kur e ka. Tash kur i kanë bind njerëzit me menua se Uthman ibn Affani është njëri i keq. Çka mendoni që se bindin që është njëri i keq ai i parë muslimanëve që mas 1300 vjetëve kur s'ka pa shariat kush sipas metodologjisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai ta bën thotë ja, se dini ju. Po dhe se dini ju se kjo është çështje e vllaznive të juve që e keni marr punë sikur që e kanë marr ata që janë mënuar me bë fitnën edhe e kanë bë në kohën e Uthman ibn Affanit dhe të tjera. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Men kharaja min at-ta'a wa faraqa al-jama'a fa mata fa maytatuhu jahiliya." Kush largohet prej xhamatit të cilët shihet tash çare që ecën në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe kushdo që i akuzon ata do të mëron me këshir kush i akuzua, çka u jetua ky, çka bën ky, cila është veprimtaria e tij, për shkak ky akuzon këto, çka ka quë, çka quë pesh i akuzua muslimanët që punojnë sipas fjalës së Allahut, sunet të pejgamberit sa do të me menua këtë çështje, kushdo që nuk i menon dhe krijon armiqësi ose ndarje prej atyre të cilët qëndrojnë në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe vdesin si të tillë, vdesin me vdekje të ignorancës. Po ashtu kur ndahen njerëzit prej rreziku tjetër që vjen kur ndahen njerëzit prej sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i bën grupet e veta. Kur i bën grupet e veta, përmendëm ajetin dje, kullu firqin bima ladehim farihun. Secili grup është i kënaqur me atë grupacionin e vet.
Tash kur ti bojnë grupacionet e veta, i bojnë edhe flamujt e vet. Kur ti bojnë flamujt e vet, e bojnë edhe ideologjinë e vet. Kur ta bojnë ideologjinë e vet, edhe luftojnë për të gjithë luftojnë për ignorancë. Asnjë prej tyre nuk është në atë që ka thonë Allahu dhe atë që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Wa man qutila tahta rayatin", kushdo që lufton pas flamujve për grup, për fis, për diçka tjetër përveç asaj që e kanë bërë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vrasja e tij ose vdekja e tij, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është vdekje e ignorantëve, ignorancës. Pastaj ignoranca gjithmonë kemi thonë, nëse ka shkuar shumë larg, është vdekje e kufrit, nëse ka met mamrena, është ndarje pe sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të gjitha këto hadithe u bojnë me dije muslimanëve se çështja e tyre fillimisht do të më konë me dituri. Me dituri, me shikue, që ka thonë Allahu, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çështja tjetër, nëse s'mundesh me bë që ka thonë Allahu, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, rri mos bë kur gjë. Kjo është zgjidhja. Nëse nuk e gjen rrugën e shpëtimit, mos u bashkangjit me kërkon. Tha një zgjidhje, një mundësi e vetme është, nëse nuk je i rreshtuar mbrapa grupit të shpëtuar, të cilët haptazi qëndrojnë atë që ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët, nëse s'mundesh me bë këto, atëherë rri, mos e bë më kërkon, rri vet. Nëse rri vet, mas shumë ti çka mundesh mu dënu, është pse si keni mu muslimanëve. Çka kaq? Kur ngjitesh me dikon, tana fillojnë problemet. Kur s'ka mundësi me kontribu që fjala e Allahut, fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të jenë të larta në grupin që qëndron sipas parimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe sahabëve, në ta bën. Kush nuk mundet me bë këto, në të rrin mos bë kur gjë. Kjo është zgjidhja e vetme. Nëse nuk rrin, s'bën kur gjë, nuk i bashkohesh kërkuna hiç, mas shumë ti që dënuesh pse se ke dhënë ndihmë. Kurse mosdhënia e ndihmës nuk e mrin kurrë nivelin e kufrit. Mosdhënia e ndihmës, se ke dhënë kontributin, e mrin gjunon, po asnjëherë nuk e mrin nivelin e kufrit. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu li kulli dhanbin.